microphone? Thank you. Thank you. Faleminderit. No, the shorter one. Rosh. Rosh. Okay. That's what I meant to say. Sedi. I don't know this one. Okay, so I've not very many words of Albanian. Peshi. Nuk kam mësuar shumë fjalë në shqip, and you're pronouncing them all wrong. Probably you're tired. I mean, So don't give it's a lot of pressure. Okay. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله به نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشكركم كثيرا لحضوركم وليس عندي بما أشعر ليس عندي من العلم أنتم أعلم لأن أفيدكم بما عندي من العلم فأنا سأقدم لكم إن شاء الله مضمون كتاب جديد أنا الحين أؤلفه وهو كتاب يأتي من خلال سنين طويلة تعلم وتعليم الطلاب المسلمين وغير المسلمين في أمريكا وفي بلاد أخرى خاصة في أوروبا وهو كتاب قصده أن يساعد الشباب من المسلمين الصغار كيف يتناول موضوع الحديث خاصة الأحاديث المشكلة التي كثيرا ما تبرز في المناقشات والكلام عند الشباب في الوقت الراهن خاصة المسلمين في الغرب أو في الجاليات والأقليات. Okay. Prezantimin do jetë në anglisht dhe përkthej nga anglishtja, po për ata që nuk flasin donë të fillonte prezantimin me gjuhën arabe duke menduar që shumica për jush flisni arabisht. Shkurtimisht profesor Brown tha që shumica juash keni më shumë dije se sa unë në këtë fushë, kështu që unë nuk jam këtu për t'ju mësuar, dua të prezantoj vetëm atë që është projekti I librit tim të ardhshëm, I cili synon që të ndihmoj të rinjt musliman në Shtetet Bashkuara dhe në vende të tjera të botës, në veçanëri në Evropë, që të mendojnë se si të angazhohen me sunetin profetik, duke adresuar çështjet si problematikat e hadithit dhe çështjet të përngjashme. وكذلك We can switch into English eventually. Yeah, okay. Eventual species. Okay. كذلك كان يريدني الأخ بزنك أن أقدم لكم نفس المقدمة عملتها بالأمس ولكن هذا للأسف هذا أظن سيتعب أصحابي الذين رافقوني في سفر وقد الآن استمعوا إلى مقدمتين فلا يمكنني أن أقدم نفس المضمون مرتين فسألخص الباب الأول وأنتقل إلى الباب الثاني هؤلاء سيسمعون إن شاء الله شيئا جديد. Vëllezërit me të cilët më shoqëruan ose vlla besniku më sugjeroi që të jepja pak a shumë të njëjtin prezantim që bëra dje, që thash dje ku ishim në Prishtinë, sepse në fakt ne menduam që pati një angazhim të mirë me studiusit, me pedagogët, me hoxhallarët, edhe me studentët që ishin tek Fakulteti I Studive Islame në Kosovë, por unë mendova që ata që më kanë shoqëruar mos dëgjonin të njëjtin prezantim për 2 ditësh dhe do ishte e mërzitshme, kështu që nëse dje paraqita kapitullin e parë të projektit tim të ardhshëm, I cili është, siç thash, rreth përdorimit të hadithit nga të rinjt, në vend të saj do paraqis atë që është kryesisht pjesës së dytë të librit apo kapitullit të dytë të librit. وأنا معنى هذا لن يفيدكم علما لعله يفيدكم منظارا بأن هذا نظر جديد في مضمون كلنا نحبه ونحترمه ونقدره ولكن هذا بما من خبرتي هذا يفيد خاصة الشباب الذين عندهم أسئلة في موضوع الأحاديث فعنوان الكتاب هو how do you deal with hadith كيف نتناول الحديث. Kështu që unë nuk vi me pretendimin të ju jap dije, më tepër ju jap ajo që po propozoj është të jap një lloj qasje, edhe siç e thash, titulli I hadithit është si ti qasemi al-hadith apo sunna nabawiyya. Hadith. Si ti qasemi hadithit profetik. Okay. Now I'm going to speak in English. We'll all be happier that way. Maybe. Okay, so I was also going to say that the travel has not actually been difficult. It's been very nice and beautiful. And the only problem I've had is the enormous amount of food I've been fed and that I probably am going to have diabetes
Now, okay, so Edhe gjë që doja të thoja është që udhtimi nuk ka qenë I lodhshëm në lidhje me çfarë tha Hoxh Feridi më përpara, nuk ka pas mundime. I vetmi problem që ka patur ka qenë sasia e ushqimit të cilën më kanë detyruar të ha dhe që do rezultojë me siguri në diabet më pas. So the first question that I want to address in this book is, what is the function of the Sunnah? What is the role of the Sunnah in Islam? And what I explain is that the Sunnah is the lens through which we read the Quran, and that all Muslims have agreed on this, whether they're liberal or secular or conservative or Sufi or Salafi or Shia or Sunni, right? Everybody agrees you read the Quran through the Sunnah of the Prophet, and that if you don't do that, you have an incomplete and non-functional reading of the Quran. The Quran tells us we read the Quran through what the Prophet teaches us, alayhi sallam. Gjëja e parë që dua të vë në dukje është pyetja që dua të ngrë është cili është funksioni I sunetit dhe ajo që kërkoj të paraqes në libër pra është se funksioni I sunetit është që është për muslimanët është lentja apo vizioni sipas të cilës kuptohet Kurani. Dhe kjo është diçka që kanë rënë dakord shumica e muslimanëve pavarësisht se kush është qasja apo përkatësia e tyre, liberal, konservator, sufi, selefi, të gjithë muslimanët kanë rënë dakord që suneti është ajo me të cilën ne I qasemi Kuranit apo shpalljes hyjnore. Of course, there's lots of disagreement amongst these groups, and one of the reasons is that the Sunnah of the Prophet ﷺ is transmitted in several forms. One form is hadith, reports about the Prophet ﷺ. And even when we have hadith, right, if we know they're all authentic, for example, we still have to figure out what's nasikh, what's mansukh, what's khas, what's am, what's zajr, what's haqiqa, right? There's all these questions, you have an interpretation, and how you fit these pieces together. Sigurisht ka shumë dallime midis këtyre grupeve, sepse ata dallojnë në mënyrën se si kuptohet suneti apo në mënyrë të veçantë se si kuptohet hadithi, se cili është I abroguar, se cili është ka aplikim të veçantë apo cili ka aplikim më të zgjeruar. And the second form in which the Sunnah is transmitted is through a tradition of thinking and problem solving that especially was transmitted and learned from the Prophet by the very senior companions like Umar radiallahu ta'ala anhu and Ali and others, and they teach this to their students from the Tabi'een, they teach this to their students from the Atba' Tabi'een, then from the Imams, and then onward into all the generations of ulama who've come after that. All are inheriting this method of how do we think, how do we solve problems like the Prophet taught us. Pra nëse metoda e parë se si neve na transmetohet suneti është nëpërmjet hadithit, metoda e dytë ka të bëjë me mënyrën e të menduarit, e cili na vjen ne nëpërmjet sahabëve të hershëm dhe të nderuar, siç ishte Omeri radiallahu anhu, të cilët në mënyrën e tyre të qasjes se si të adresojnë problemet, se si të përgjigjen problemeve, mënyra e tyre të menduarit ishte formatuar nga vetë profeti alayhi salatu wassalam. Pra vetë mënyra se si pra sahabët ju qasën problemeve dhe I dhanë përgjigje problemet të tyre, në fakt ajo është pjesë e transmetimit të sunetit, sepse mënyra e tyre të menduarit ishte formatuar nga vetë profeti alayhi salatu wassalam. Then the third form the Sunnah takes is the practice of the Muslim community. And you find this often, for example, people sometimes think it's just the Maliki school who does this, but for example, if you look in, let's say, the Sunan of Imam al-Tirmidhi, you see him often say, وَعَلَيْهِ عَمَلَ الْعُلَمَاء, or عَلَيْهِ عَمَلَ أَهْلِ الْعِلْمِ, or لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٍ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعَمَلِ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, for example. So the practice, the actual living practice of the Muslim community in the early period is also a very important source of knowing the Sunnah. Dhe mënyra e tretë se si transmetohet suneti profetit alayhi salatu wasalam është nëpërmjet praktikës së umetit ose praktikës së muslimanëve, edhe ka prej atyre njerëzve që mendojnë që kjo është metodologjia ose qasja e vetëm ndonjë grupi apo ndonjë methebi, por në fakt ne shohim edhe tek përmbledhja e Imam Tirmidhi, I cili në përmbledhjen e vet për shembull thotë që kjo ishte mënyra e veprimit të this was the way of the imams or the way of the kjo ishte mënyra e veprimit të njerëzve të ditur apo të dietarëve.
Of course, then even when you have a hadith, let's say you have authenticated it, you therefore have to figure out how it fits into a bigger system. That system consists of the Quran, our reason and our viewing, looking at the world around us. You have to fit that hadith into its relationship to other hadiths, and you have to look at how it relates to the practice of the Muslim community. And then when you fit it into this big system, then you know the meaning of that individual hadith. Pra edhe në qoftë se ke një hadith të themi edhe ke adresuar çështjen e autenticitetit të atij hadithi, gjithsesi ky hadith duhet vendosur në rrafsh apo në marrëdhënie me një sër gjashtë të tjera, si për shembull duhet parë marrëdhënia e këtij hadithi me tekstin kuranor, duhet parë marrëdhënia e këtij hadithi me realitetin që na ofron, duhet parë marrëdhënia e këtij hadithi me hadithe të tjera përpara se të vendoset prior to determining the meaning përpara se të vendoset se kush është kuptimi mirëfilli i këtij hadithi. So what I want to speak about right now is actually the question of how you deal with the nature of the prophetic language. And this is a very interesting study. It came out in 2012, so it's now 12 years old about. But it's a computer stylistic analysis. The guy's a computational linguist. And he just looked at he took the Quran and he took Sahih Bukhari and he looked at the style of speech. So for example, maybe I say like a lot, or I say, or you know what I'm saying, or something like that. Or you guys are always saying po, 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 yo, 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 right? So maybe Besnik says po 3 times, Freddie says po 2 times, right? So we can actually look, if we collect lots of speech from each person, we could actually determine if we have some text, which person said it. So he did stylistic analysis, and shockingly, he determined that the Quran and the hadiths come from 2 different speakers. Ajo që dua ta adresoj tani është natyra e gjuhës profetike dhe dua t'ju tërheq vëmendjen për një moment te ky studim i cili është bërë para 12 vjetësh, kështu që ka ca kohë që është bërë dhe ky studim bazohej mbi analizën gjuhësore të teksteve. Dhe ai studiuesi në fjalë mori tekstin e Kuranit dhe në tekstin e haditheve dhe për t'i krahasuar ato. Secili nga ne ka disa karakteristika gjuhësore. Për shembull, janë ato që të paktën gjuhën angleze quhen fillers, apo ne në bisedën e përditshme kur flasim shtojmë fjalë të cilat nuk kanë në një funksion të nevojshëm për kuptimin, por të cilat ne i përdorim në gjuhën e përditshme. Për shembull, njeriu mund ta teçoj aprovimin duke thënë vetëm një herë po nganjëherë ka njerëz që ndjen nevojën të thonë 3 herë po, ose mënyra se si ta mohojnë diçka. Pra secili nga ne ka karakteristika specifike në gjuhën e vet të folurit. Dhe kështu që ky studim bëri ishte një krahasim midis specifika gjuhësore të Kuranit dhe të hadithit, dhe që arriti në konkluzionin që sigurisht nuk është i habitshëm për asnjë nga ne, por që ka qenë pjesë e debateve sigurisht sidomos në botën akademike perëndimore, që në fakt Kurani dhe hadithi kanë autor të ndryshëm. So that's not really very surprising. What I think is very interesting to think about is actually a style of prophetic speech, that the Prophet actually speaks in a certain way. And this is recognized by Muslim scholars in the past, especially around the 7th century Hijri. You start seeing ulama, like muhaddithin, starting to talk about that one of the hadith critic develops a malaka, like a capacity to sense the dhawq of al-kalam an-nabawi, right? So that you get a sense of what the style of the Prophet speaking. And one of the ways you know a hadith is forged is if it doesn't have that style. Kjo ide nuk është as pak e re, dhe ne shohim që pra kur mendojmë për specifikat e gjuhës së përdorur nga profeti alayhis salam, dhe ne shohim që në shekullin e 7 të Hijrit që kemi dietar, kemi muhaddithin të cilët si të thuash zhvillojnë një lloj shqise, një lloj aftësie për të kuptuar
gjuhën specifika të gjuhës së profetit alayhi salatu wasalam. Dhe një nga faktorët përcaktues sipas të cilës ata përdorin është një lloj dhauk, një lloj shije, një lloj shqise, një lloj mënyre të kuptuarit që në qoftë se kjo gjuha e përdorur në një hadith të caktuar është ndryshe nga gjuha sipas të cilës ky dietar i hadithit është mësuar të njohë karakteristikat e gjuhës së profetit, atëherë ka diçka që nuk shkon në këtë hadith, ka nga ana gjykësore dhe është si thua një lloj I tërheq vëmendjen studiuesit të hadithit. Of course, someone could say, well, you could forge hadith and just make it sound like the prophetic hadith style, but the fact is that means that there is a style that you're going to try and imitate. So you can forge currency like a coin and make it look like a real coin, but that means that there actually is a real coin that everybody recognizes. Dhe sigurisht që dikush mund të thotë që por mund të si të thuash mund të përpiqet dikush që të mashtrojë ose të shpik një hadith, një thënie profetike e cila I ngjason stilit të profetit alayhi salatu wasalam. Por ama edhe kur e themi këtë gjë, ajo që jemi duke pranuar është që ka në fakt një stil karakteristik, diçka një veçori të gjuhës së përdorur nga profeti alayhi salatu wasalam. Sigurisht ne mund të themi për shembull që dikush bën një monedhë falso, një lek falso, por ama edhe monedha falso kërkon që t'i ngjasoj modelit original që kërkon të imitoj. So the question of the nature of prophetic speech is very interesting. One of the features that I think is most characteristic of many hadiths, well, first of all, I should say that the Prophet speaks in different styles depending on the situation. But one of the most common is what's called hyperbole. In English, I've gotten as I said in Albanian. Mubalagha, right? Dhe sigurisht që profeti alayhi salatu wasalam përdor forma të ndryshme, karakteristika të ndryshme të folurit në kontekste, në rrethana të ndryshme. E megjithatë ka një të folur karakteristike, ka një e cila dallohet në të folurën e profetit alayhi salatu wasalam, dhe një prej karakteristikave është përdorimi I hiperbolës apo mubalagha në tekstin në hadith. And I think part of this is because Arabian culture was and arguably still is a hyperbolic culture. Arabs don't say please eat. They say, Wallahi, if you do not eat, I will, do this. Wallahi, lan takhruj min bayti illa wa qad akalta kull things like this. So this is a hyperbolic culture, a hyperbolic language. Dhe një nga arsyet e kësaj ka të bëjë edhe me faktin se kultura arabe ka qenë, por në një farë mënyrë dhe vazhdon të jetë një kulturë e cila përdor hiperbolën në të folur. Arabët nuk thonë të lutem haje këtë, të thonë për Zotin po se hongre, nuk ke për dal nga shtëpia po se hongre këtë. In a way, it's also part you encounter in Albanian culture. I think I got that as well. But it's also important to realize that this is how leaders speak. I mean, you don't have famous leaders of giant movements who speak like a lawyer, right? Even someone, let's say, who is a lawyer, like Nelson Mandela, or I don't know if he was a lawyer or not, or like Martin Luther King or Gandhi or something, when they're speaking to their followers and inspiring them, they don't say, well, technically speaking, they speak with hyperbole. People who speak to large groups of people, audiences some of whom are very intelligent, some of whom are stupid, some of whom are learned, some of whom are ignorant, you communicate very clearly through hyperbole. Dhe një nga arsyet për këtë është sepse nuk ka asnjëherë udhëheqës lëvizjesh të mëdha apo grupesh të mëdha njerëzish të cilët flasin duke përdorur një gjuhë teknike, për herë udhëheqësit përdorin hiperbolën për të tërhequr vëmendjen, sepse në një grup të madh njerëzish kur ti kërkon që të lëvizësh ose të motivosh një masë të madhe të popullsisë, mes tyre ka të edukuar, të paedukuar, ka shumë inteligjent, jo dhe aq inteligjent. Kështu që nuk flet njëri, edhe ata udhëheqës politik, duke marrë nga Nelson Mandela, nga Gandhi, nga Martin Luther King, edhe pse për shembull në profesionin e tyre ata ishin jurist, nuk përdorin gjuhë teknike, sepse nëse I flet një masë të madhe njerëzish duke thënë nga ana teknike ne mendojmë që asnjëri nuk motivohet nga një gjuhë e tillë, atëherë gjuha që përdoret është gjuha e hiperbolës, sepse transmeton në mënyrë më efikase idetë që një lider kërkon të teqojë.
I mean, for example, a very good example of this is the person in America who is the best communicator in the United States. His name is Donald Trump. This guy is the perfect example of hyperbole. You know, he doesn't say, you know, I like Škoda. He says, Škoda is a very nice place. It's an amazing place. I've never been to a nicer place than Škoda. This is a great... So that people understand, and he communicates, he connects with them. Dhe komunikuesi më i suksesshëm në Shtetet e Bashkuara, për shembull, Donald Trump, asnjëherë nuk thot, "Oh, Shkodra është qytet i bukur." Thot, "Është qytet kaq i bukur, s'ka para asnjëherë qytet më të bukur se Shkodra." Dhe këtë sigurisht e thot për çdo qytet ku shkon. Po prap përdorimi, komunikimi ka nevojë për përdorimin e hiperbolës si metodë efikase e tejçimit të ideve. It's important also to remember that, of course, the Prophet ﷺ sometimes speaks like a lawyer, just he gives you, for example, instructions on zakat. This is very plain language. Sometimes the Prophet ﷺ does the opposite of hyperbole, understatement, where he says, for example, my favorite story is in Sahih Muslim and Sunnah Ibn Majah, this Bedouin comes to the mosque. He doesn't, just comes from the desert and he sees this big sandy area. He needs to go to the bathroom, so he starts to go to the bathroom in the mosque, and the Sahaba get very upset, and the Prophet says, let him finish. And then afterwards he calls the Bedouin, he says, al-masjid lis-salah wa dhikrillah. He says this mosque is for praying. He doesn't yell at him, and he communicates the idea through understatement. Sigurisht profeti alayhi salatu wasalam përdorte edhe metoda të tjera të komunikimit. Nga njëherë ai përdorte edhe pikërisht ato që ne përshkruam si gjuhë teknike të juristëve. Për shembull kur profeti alayhi salatu wasalam flet për hadithin, për zakatin, atëherë pikërisht ai jep drejtime të drejtë për drejta dhe teknike rreth zakatit. Nga njëherë ai bënte të kundërtën e hiperbolës alayhi salatu wasalam, duke ulur në fakt shkallën e transmetimit të idesë edhe më ulës se çdo ishte normalja, hadithi mirë njohur i beduinit, i cili shkon është beduin edhe shef një vend të gjerë edhe ka nevojë të urinojë dhe urinon në xhami, dhe profeti alayhi salatu wasalam, ajo mund të mendojmë ose mund të themi që reagimi normal do ishte që të ngrihej zëri, të heqej vëmendja, por në fakt profeti alayhi salatu wasalam bë pikërisht të kundërtën, duke ulur tonalitetin dhe thotë që xhamia është për faljen ndaj Zotit dhe për përmendjen e Zotit, dhikrullah. Of course, this presented a challenge to Muslim scholars, even amongst their companions and the successors, especially the tabi'un. You see this developing already, which is that they had to derive from often hyperbolic language legal and theological particulars, which is a challenge. Kjo sigurisht përbën një lloj problemi për sahabët ose dhe për gjeneratën, sidomos për gjeneratën e mëtejshme të tabiunëve, sepse ata do duhet të kuptojnë edhe duke parë tek këto tekste që mund të kenë përdorimin, mund të përdorin hiperbolën, atyre duhet që të nxjerrin hukme apo gjykime ligjore apo teologjike shumë specifike. Pra, kjo përdor një lloj problemi se si të kuptohet një tekst i cili ka përdorur hiperbolën. So what I have found is useful to explain this to students is the idea of filters, that the Muslim scholars, going back to even, you can find these in the 6 books, for example, you can find them in Sunan of Tirmidhi, in Sunan Abu Dawood, for example, expressions of them developing filters to kind of translate the prophetic style into like a fiqhi ruling or a aqida ruling. Ajo që unë më zhdukur si metodë e vlefshme që e përdor kur mundojmë t'ja shpjegoj këtë ide studentëve është të them që gjeneratat e mëvonshme apo edhe sahabët apo edhe tabiunët apo edhe imamët më vonë përdorën filtra nëpërmjet të cilëve, dhe këtë e shohim neve tek përmbledhja e Imamit Tirmidhi apo të tjerët, të cilët pra përdorin një lloj filtri nëpërmjet të cilit ato përkthenin gjuhën e përdorur në hadith në rregulla juridike apo të fikut apo në koncepte që kanë bëjnë me kredon apo me akiden. So, for example, one filter would be, these are my own idea. So this is my own
hopefully bid'a hasana. Kjo është ideja ime, nuk është se po them në gjë, kjo është mënyra se si po mundojmë ta kuptojmë apo t'ia shpjegoj studentëve, pra kjo është shpresoj që të jetë bidati im I mirë në këtë rast. So, for example, and this is something you often find in the kutub al-shuruh as, let's say, هذا من باب الزجر, هذا الزجر, right? So, which is that maybe the ruling is kiraha, maybe it's tahrim, but the language is much more severe than the actual hukm. Këtë e shohim shpesh tek librat e kutub al-shuruh, sa? Tek librat e komentarëve të hadithit. Zajr. Zajr yani which is like rebuke. Rebuke. I cili më radh mund të jetë që të heq vëmendjen apo është edhe më fort se sa të heq vëmendjen, si thua gati të themi mund themi kërcënon në like Zajr would be, for example, if my children are being bad in the car, I say Qortim, I'm gonna Wallahi, if you say another word, I'm going to turn this car around directly. We're going home. No TV for the whole week. No video games for 2 weeks. And they, really that's not going to happen, right? But I'm communicating to them the seriousness. Pra, për herë është edhe një herë te kjo ideja e kërcënimit, nga një herë mund ta përdor këtë lloj gjuhë me fëmijët e mi. Nëse vazhdoni të flisni, nëse vazhdoni të bëni zhurmë, do e kthejmë akikën në mbrapsht, do kthehemi në shtëpi, nuk do shkojmë atje ku premtova dhe për një javë keni për të parë televizor etj. Kjo s'ka për të ndodhur, po unë po përdor një lloj gjuhe që kërkon që të transmetoj tek fëmijët atë seriozitetin e gjendjes apo të situatës. Dhe këtë ne e shohim edhe tek tekstet e hadithit, apo sidomos, siç tha profesor Brown, tek librat e komentarëve të hadithit, ku hadithi mund të jetë për shembull ndalues, që jep një ndalim, por që gjuha e përdorur është më e ashpër se sa vetë kuptimi që na japin imamët e hadithit në tekstet e komentarëve. So, for example, one case of this would be the hadith, well-known Sahih hadith, إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه وإن أبى فقاتله فإنه الشيطان. So, if you're praying, we know this, right? You're praying in the mosque, and then somebody tries to walk in front of you, you go like this. And if the person keeps trying to get past you push back, because this is shaitan. Hadithi më I njohur është një shembull I kësaj, që nëse je duke u falur në xhami, edhe qofse dikush mundohet të kalojë përpara sutrës, të ecë përpara, ndaloje, dhe nëse nuk ndalon, atë ky njeri është shejtan. Luftoje sepse ky njeri është shejtan. So the actual command, the amr, is qatilhu, like fight. I mean, this is Albanians understand fighting, right? Just okay. Pra, urdhresa këtu është I qartë, luftoje këtë njeri. Yeah. Right? So, but maybe you see very early jurists with some weird shadh opinion, but there's no real ruling that if someone comes and does this, that I should actually, and then start punching the person in the face, right? What is this? You see the kutub al-shuruh, what they say is, يعني يدفع أكثر يعني push, don't let them go by. Dhe këtë e shohim, megjithëse ka disa opinione të cilat janë të veçuara, janë të rralla, shumica e juristëve nuk thot njeri, nuk pret njeri që ti nëse njeri të hecën përpara, pra ti realisht ndalon namazin, fillo ziu me te. Po të kanë thënë, për shembull në tekste thuhet që vazhdo shtyja të, vazhdo largoje, pra ti komunikosh nevojën që është e rëndësishme që mos të kalojë përpara. And by the way, it's interesting to think about this, because sometimes, I accidentally walk in front of somebody in the mosque, but it's never occurred to me, like when they put their arm out, I'm like, oh, right? But imagine you're just like, get out of my room, I don't walk in front of you. That's very, if anyone ever does that, that's really like, that is like shaitan behavior. Edhe që se mendon rreth kësaj, në fakt, unë ka qelluar për shkak që nuk e kam mendjen në xhami duke ecur, edhe se kuptoj që po shkoj përpara, po nëse njëri më ndalon drejt, unë stepem, më fal, edhe ndroj drejtimin. Po nëse megjithëse dikush më ndalon, unë vazhdoj ngul këmbë, jo, patjetër do ecun aty, atëherë në fakt kjo është vërtet një sjellje prej shejtani. Okay, so the second filter is the laysa minna
filter, laysa minna. This you'll find very often in books of hadith commentary, very, very common, right? So when the Prophet ﷺ says, you know, laysa minna, man ghashana fa laysa minna, man akhtasha laysa minna. This literally means someone who cheats is not from amongst us. What does that mean? They're not from amongst the Muslims. They're not a Muslim. Literally, that's what it means, right? Pra, një nga rastet e mirënjohur të këtyre filtrave është ajo që quhet në gjuhë me anë që nuk është prej nesh. Dhe ka për shembull hadithi mirënjohur që ai që bën hile ose ai që na bën hile nuk është prej nesh. Tani çdo të thotë kjo në gjuhë po ta marrin fjalë për fjalë, dhe kjo ka kuptimin që ai që bën hile nuk është për muslimanëve. Pra ai që na hedh, që na nuk është për muslimanëve. Por a është ky në fakt kuptimi, do të thotë kjo që në fakt ky njeri përjashtohet nga komuniteti I besimtarëve? Yeah. So that, and it's actually in Sunan of Abu Dawood, he transmits an opinion from, I think it's Waqi ibn al-Jarrah, I can't remember exactly, an earlier scholar from the generation of his teachers, that he says, Laysa minna, yani laysa mithlana. This is not like us. So it's again, this is not, you don't have to go to Imam al-Bayjuri in the 19th century or the Khalaf to get these filters. You actually have these in the actual mutun, the Dawawin Sunan. Një shembull I mirënjohur I kësaj gjendet në fakt te Sunan e Abu Dawood, I cili citon një prej mësuesve të tij, I cili thotë që jep komentarin që Laysa minna nuk është prej nesh, në fakt do thotë që nuk është si ne. Dhe pra, ti nuk duhet që nuk ke nevojë që të shkosh në shekullin e 19 tek al-Bayjuri apo tek dietarët e tjerë. Kjo shihet tek tekstet primare të hadithit që gjendet ky lloj filtri, pra siç e quajti profesor Brown që në fillim, ky lloj filtri për të kuptuar kuptimin e vërtetë të hadithit profetik. And I mean, how do we know this? Because, for example, the Quran talks about إِذَا اخْتَصَرَ فِئَتَانْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Right? So we know they're both fi'atan, two groups fighting each other, but they're both mu'mins. And we know other hadith, man hamala alayna silah falaysa minna. Whoever carries weapons against us, not from amongst us. But we know the companions themselves fought one another and they're all still Muslims. Dhe kjo dihet në rastin për shembull e teksteve që thonë që në qoftë se ndeshen ose përplasen ose luftojnë dy grupe për besimtarësh. Dhe këtu çfarë thuhet? Të dy grupet janë besimtarësh. Ose po kemi tekstin tjetër që thotë që kush si thua shpërmben armat kundra nesh nuk është prej nesh. Laysa min whoever bears weapons against us. And then the next text is that's it. Oh, from the Quran. From the Quran. Two parties from amongst the believers fight. Yeah, I mentioned that. That's it. Okay. Pra, ne shohim që këtu kuptimi përsëri kemi të bëjmë me dy grupe besimtarësh. So then the third filter is, this is going to you have to do this tonally. You have to translate the tone. Okay. There's kufr and there's kufr. There's kufr asghar, kufr akbar. Dhe pastaj filtri tjetër është, pra ka kufër edhe kufër prej vërteti, ke kufër të madh dhe kufër të vogël. For example, the hadith, Sahih hadith, sibab al-Muslim fusuq wa qitaluhu kufr, right? So if you curse a Muslim, that's a sinful behavior, and if you fight them, then that's kufr. But we know that this is not al-kufr al-mukhraj min al-millah, because the companions were fighting each other, and they're all still Muslims. Për shembull është që hadithi që kush ofendon muslimanin, ky është gjunah, dhe kush e lufton se vret muslimanin, atëherë ky është kufër. Megjithatë ne dimë që ky nuk është kufër që të nxjerr nga komuniteti I besimtarëve, nga bashkësia, pra nuk është kufër I kësaj natyre, sepse ne dimë që sahabët luftuan me njëri tjetrin, po ata përsëri mbetën musliman. Nuk është vënë në dyshim të qenit musliman I tyre. Right, but even a sin, right, a sin can be, if we think of kufr as denial of God, right? If I know, for example, that alcohol is haram, and then I say, I drink. When I think I'm denying God in this moment, I'm still Muslim, but in that moment,
I've done a denial of God. So this is kufr asghar. Për shembull, nëse unë e di që këtu ka alkool, edhe them, është haram, po në këtë momentin që unë bëj këtë kjo është një lloj shprehje kufrit, sepse në këtë moment unë po mohoj Zotin dhe urdhërimin e tij për të ndalesës. Por kjo nuk është kufër i madh në kuptimin që të përjashton nga bashkësia e besimtarëve. Actually, I remember something that maybe is like the second one is maybe like the fire filter, you could say. So like a hadith in the Sunnah Abu Dawood, man nadhara fi kitab akhihi bidun idnihi faka'annahu yanzuru fi an-nar. Right? Somebody say, oh, so I'm going to go to hell if I do this small sin? No, this type of action will lead to nar. It doesn't mean you're going to hell. It means this type of action is the type of action that leads to hell. Dhe filtri tjetër që unë them është ai filtri i zjarrit nar, është pra që ka hadithe që si thua shtegojnë që bëja një gabimi të çon në zjarr, në ferr. Kjo nuk do të thotë që detyrimisht ky gjunah të çon në ferr, po kjo është rruga, bërja këtij gjunafi është të çon në rrugën e cila dhe pasimi i kësaj rruge është rruga që ka mundësinë të çojë në ferr. The fourth filter is no one believes completely. You find this very frequently in books of hadith commentary. So, لا يؤمن أحدكم حتى. You find this kind of language. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أولاده وولده ووالديه والناس أجمعين. So, this, and you see, so I'm not, like for example, I'm not the best Muslim. So maybe I love my kids so much, I can't think about loving them more than the Prophet, for example. But does that mean I'm not a mu'min at all? So then you see the scholars say, no, his belief is not perfect. And al-iman laysa bikamil. So your belief is not perfect until. Pra edhe filtri tjetër është ai që flet për plotësimin e besimit, hadithi më i njohur, askush për jush nuk ka besuar qërsa unë, pra e thot profeti alayhis salam, qërsa unë të jem më i dashur për ju, sesa fëmijët tuaj, sesa pasuria juaj, sesa tër njerëzimi. Tani, edhe kjo jepet tek komentaret e hadithit. A do thot kjo për shembull që në qoftë se unë i dua fëmijët e mi shumë edhe nuk kam arritur për shembull që të kem dashuri për profetin alayhis salam në një niveli të tillë që të jetë mbi dashurinë ndaj fëmijëve? Jo, kjo nuk do të thotë që unë nuk jam besimtar. Ajo që kjo do të thotë është që siç e shpjegojnë dhe ulemat është që besimi im nuk është përsosur, nuk është plotësuar, nuk është kamil pra. It just occurred to me in something interesting. It might be correct or not, I'm not sure. But it's interesting that the Prophet's speech, his zajr language, the kind of hyperbolic language is often to groups of people. But then when one person comes and talks to him, he's much more kind of exact and merciful. So, the man who comes to him in Sahih, I think it's Sahih Muslim and other collections that says, I did everything with a woman except having zina, and I'm worried about myself. What do I do? And then the Prophet says, "Did you pray with us?" And then the man says, "Yes." And so then this has gotten rid of your sins. So this person, he was very, he was so very compassionate with him. Gjithashtu diçka që më erdhi tani në mendje është që gjua hiperbolës së kërcënimit apo të qortimit zakonisht bëhet kur ka një grup të madh njerëzish. Për profeti alayhis salam përdor këtë lloj gjuhe. Por kur i vin njerëz të cilët kur i vin individ, atëherë gjuha është një gjuhë e mëshirës, është një gjuhë e vlerësisë dhe rasti më i njohur ku një prej sahabëve erdhi dhe i tha që bëra çdo gjë me një grua përveç se të bëj aktin final të imoralitetit, dhe profeti alayhis salam i tha, a u fale me ne? Dhe ai tha po. Atë tha, kjo e pastron. Pra në nivel individual profeti alayhis salam përdorte gjuhën e mëshirës, edhe pse kur fliste grupeve të më të mëdha njerëzve, përdorte këtë gjuhën e qortimit, të hiperbolës në qortim. Then the second to last filter, so you're almost done, is no one enters heaven immediately. لا يدخل الجنة
من كان في قلبه يعني حبة خردل من الكبرياء, for example. Like no one enters heaven if there's even like a tiny seed of pride in their heart. I mean, I'm definitely not going. I mean, in this case, right? So no, you don't enter immediately, right? We all, unless God forgives us, we will be punished for our sins, even if we're Muslims. Unless God forgives us, we'll be punished for our sins. We won't enter the garden immediately. So no one enters immediately if they have this. Dhe filtri tjetër është që nuk do hyj në xhenet ai që ka qoftë edhe një sasi të vogël arrogance në zemrën e vet. Nëse ky do ishte rregulli, atëherë unë me siguri që unë nuk do hyja dot, pa do të thotë që unë kam musliman. Kuptimi i këtyre haditheve, siç shif i filtrave, kur kuptimi i këtyre haditheve futen në këtë filtrin e dietarëve, është që nuk do hy në mënyrë të menjëhershme ai që ka arrogancë në zemër. Pra nuk do të thotë që nuk do të hy fare, por nuk do të hy në mënyrë të menjëhershme, nuk do të hy menjëherë në xhenet njeriu që ka arrogancë apo ka krenari të sëmur, krenari të tepruar në zemër. Finally, the last filter that I've developed, maybe there's probably more, is Hadith is not a science teacher, right? We don't, and this is very interesting that it's a very peculiar kind of late 19th and 20th century scientific expectation that, you know, scripture is supposed to be scientifically accurate according to, you know, late 19th and early 20th century science. But this is not how humans speak, right? So when the Quran is revealed in human language, and the Prophet is speaking in human language. So when, you know, Besnik says to me, "Oh, the sun's setting," I don't say, "Besnik, you idiot! The sun's not setting. The Earth is rotating, actually." And so, you know, that's not how people speak. People speak figuratively. We don't speak like we're scientists describing scientific phenomenon. Dhe filtri i fundit që kam zhvilluar që përdor në këtë tekst është të vënë dukje që gjuha e hadithit ose hadithi vetë nuk është mësues shkence ose mësues matematike. Pritshmëria që hadithi të flasë me një lloj precizioni matematik shkencor është diçka që zhvillohet në shekullin 19, edhe më vonë në shekullin e 20, dhe zhvillohet kjo pritshmëria që gjuha e Kuranit dhe gjuha e hadithit duhet të jetë e përpiktë në një mënyrë matematike shkencore me centimetra, me proporcione të sakta. Por njerëzit nuk flasin në këtë mënyrë dhe vetë gjuha e Kuranit, Kurani u shpall në gjuhën e njerëzve që njerëzit ta kuptonin, edhe vetë hadithi është përdoret gjuha e njerëzve. Dhe nëse unë për shembull më thot besniku këtu që dielli po perëndon, pa në anglisht është setting, si më thon pak a shumë dielli po bie. Unë nuk i them atij që u çmendet i budallajeti, nuk është se po bie dielli apo po fundos dielli apo po ikën dielli, është se po ndodh rrotullimi i tokës. Po ne në fakt ne përdorim metafora. Gjuha jo nuk është eksakte. Kështu që edhe nuk kemi arsye që të presim që gjuha e hadithit duhet të flasim me një lloj precizioni matematik. Kjo lloj pritshmëri është një pritshmëri që zhvillohet për arsye të ndryshme në shekullin 19, por nuk është e natyrshme, nuk i përgjigjet natyrshmërisë së njeriut në komunikim. And this is interesting because this is a mistake that even big ulama have fallen into in the 20th century. For example, Imam Sheikh Kabir, Rashid Rida, in Lebanon, right? He got in a big debate with other ulama from Al-Azhar, and he said that the hadith of Sujood al-Shams, right? So in Sahih Muslim, Sahih Bukhari, the Prophet says, هل تعرف أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر? And then Abu Dhar says, tell me, and the Prophet knows better, and he says the sun goes and seeks, it prostrates, tesjud, and Arsh al-Rahman, right? And so Rashid Rida says, look, this is evidence that we need to look at these hadiths again because this is scientifically incorrect. So clearly, you know, Imam Bukhari didn't know this because he doesn't have our scientific knowledge, but we need to go and correct these kind of mistakes. And so and then I'll give you the answer to that. Okay.
Dhe kjo çështje është çështje e rëndësishme se ka sjell debate edhe midis dietarëve të mëdhenj, dikush si Rashid Rida në Lebanon, i cili u fut në një debat shumë të madh me dietarët e Esherit, sepse në lidhje me hadithin që profeti alayhis salam e pyet Abu Dhar, a di se ku shkon dielli mbas perëndimit të diellit, edhe Abu Dhari thotë që profeti e di më së miri dhe i thotë që shkon dhe bie në sejdë në arshin e Zotit të Gjithëmëshirshëm. So, Përpara arshit të Zotit të Gjithëmëshirshëm. So, in the response of scholars like Yusuf al-Dijwi from Al-Azhar, they said to Rashid Rida, they said, no one... I'm sorry, I left out something very important Yeah. in the translation. Dhe Rashid Rida në bazë të këtij debati thotë që ne duhet i rishohim këto tekste, duhet i rishohim këto hadithe, se sigurisht Imam al-Bukhari dhe imamët e tjerë kur kanë transmetuar këto hadithe nuk kanë pasur njohuri shkencore tonat, kështu që ata nuk e dinin, por ne tani dim të vërtetën duke ditur njohuri shkencore, prandaj këto tekste duhen ripar. I'm sorry, I left part. Yeah. Yusuf al-Dijwi says, no one ever took this literally. We knew this is like majaz, because if you go back even to, let's say, Imam al-Haramain al-Juwaini, of course, Muslim scholars, one thing they do is they calculate prayer times. And they know, for example, that the sun might be down in Istanbul, but it's still up in Sana'a, for example. So they know that they knew also the world is a circle. They know the sun's always there. The sun is always somewhere. It doesn't disappear. So they know this is, and the Quran says, Najmu wa shajaru yasjudan. This is not the Najm isn't actually doing this, and the Shajar is not doing this, right? This means they obey God. Edhe Sheikh Yusuf al-Dijwi I tha që shife nuk është kuptuar ndonjëherë në mënyrë literaliste ky lloj hadithi, sepse në qoftë se dielli ka perënduar në Stamboll, në një vend tjetër akoma s'ka perënduar, dhe ulemat I dinin këto gjëra, sepse kur kalkulonin atë kohët e faljeve, ato e dinin që toka është rrumullakët, kështu që e dinin që edhe teksti kur flitet për shembull në Kur'an që hëna dhe dielli bien në sejdë ose përkulen Zotit, kjo nuk ka kuptim literal në kuptimin që dielli bën sejdë fizike siç themi neve, por ka kuptimin siç që ato I binden urdhresës së Zotit. So I think this is an important filter, because you teach young Muslims that they shouldn't to get out of this mindset of constantly thinking of science and religion. They're in some kind of conflict. Muslims have always been scientists and religious people at the same time. Dhe kjo është e rëndësishme sepse kjo I tregon edhe muslimanëve bashkëkohor që duhet të dalin nga ky tensioni, nga kjo dikotomia midis shkencës dhe fesë. Muslimanët kanë qenë për herë njerëz që kanë qenë në të njëjtën kohë edhe të dhënë mas shkencës dhe të fesë. Dhe kjo dikotomia është artificiale.